do të jetë në fakt një shtunë e gjatë mes debatesh, koncert, rrugë të bllokuara, sidomos rrugët dytësore nga Tirana drejt Durrësit dhe po ashtu nga Durrësi drejt Tiranës. Mira turistë që pritet të vizitojnë sot Tiranën për koncertin e reperit amerikan, Kanye West, që kanë ngjallur jo pak debate, në fakt ka qenë një javë mbushur me debate, me akuza, por edhe me sqarime nga ana e socialistëve, nga ana e kryeministrit, nga ana e ministrit të turizmit, zoti Gonxha, se si gjetën parat, për çfarë shërbejnë 4 milionë euro për koncertin e Kanye West, nga dolën këto para, si do të mbushet përsëri arka e shtetit edhe fondi i rezervave, sikurse ka një protestë të tretë në bar kombëtare që thirret në shesh. Ka patur edhe thirrje për të protestuar para Eagle Stadium, koncerti ku mbahet, stadiumi ku do të mbahet koncerti i Kanye West. A do të ketë një reagim të tillë, një marshim drejt Kasharit apo jo, dhe çfarë do të ndodh me këtë verë të gjatë për socialistët, me një prej tyre, deputetin e qarkut të Lezhës, Ermal Paca, ndajmë sot një bisedë. Mirë se vjen kënaqësi që me ne. Denisa, faleminderit për ftesën, mirë se gjeta. Shumë shpejtime sot, ditë e gjatë. Jo, duhet java ka qenë shumë e nxehtë në të gjitha drejtimet. I hedhim pak ujë sepse është e domosdoshme në këto kushte, pra në një situatë që ti edhe përmende, të sulmeve të njëpasnjëshme, të padrejta konkretisht. Çfarë sulmesh? Për koncertin, për hyjet në Google. Shive, të gjitha këto, në fakt, në kulmin e sezonit turistik, të gjitha adresohen ose janë derivat drejt sulmeve të një sezoni turistik, që pastaj kjo, në fakt, unë mendoj se përforcon edhe atë që ka u tha që në fillimet e kësaj proteste, ku vetë kryeministri në fakt e cilësoi se këto janë sulme jo vetëm ndaj investimeve turistike në vendin tonë, por në fakt edhe në të tërësinë e turizmit. Pra, një ndër komponentët që u sulmuan dhe kryesore është turizmi. Edhe në fakt janë gjëra që besoj se gjatë bisedës ne do i trajtojmë, por janë sulme drejt për drejt nga turizmi, që në fakt kjo shikohet edhe vihet re edhe në flukset që ka sot në turizmin tonë. Nga pritshmëritë që kemi për turizmin, edhe dëmi që po i bëhet turizmin nëpërmjet gjitha këtyre, jo vetëm sulmeve në rrjeteve sociale, por ama edhe promovimit mediatik, në thojza, jo media që po e promovon, por ama është detyruar të transmetoj ca kërkesa të pa baza edhe jo normale në një shtet që predispozohet, që është shumë afër integrimin Bashkimin Evropian. Pas 41 ditësh protest, ju thoni që kërkesat e protestuesve janë të pabaza. Nuk po them për gjitha kërkesat që janë të pabaza. Po them për sulmin që ato adresojnë në fakt. Okej, i marrim pak me radhë. Meqense ju jeni edhe pse antar zëvendësues, po antar i Komisionit të Ekonomisë dhe të Financave. Unë jam antar i përhershëm i Komisionit Ligje dhe zëvendësues në Ekonomia dhe Financa. Okej. Edhe po, tek Ekonomia dhe Financat, po meqense është folur shumë për financa dhe për këtë 4 milionë euro në minutën e fundit për të mos turpruar Shqipërinë, në sy të afro 25.000 huajve nga 80 shtete. Thot kryeministri Rama, plot të tjerë janë tremur nga frika anullimit koncertit, do të na kushtonte shumë nëse do ta kishim anulluar në këtë fazë ku ishte, dhe këtë Rama e tha në fillim të javës, edhe pse sqarime pastaj janë dhënë për gjatë gjithë javës se ku dolën këto 4 milionë euro, pse merren nga fondi i rezervave të shtetit për t'ju dhënë një koncerti që fillimisht u trumbetua se do të ishte totalisht privat, dhe ashtu siç do duhet të ndodhte në fakt, sa kohë u mor përsipër nga organizator, totalisht privat. Po përsa ko investohet nga shteti, nga dolën këto para. Sepse ka patur një reagim nga kryeministri që thot, po shpenzojmë 4 milion euro, por do të fitojmë 100 milion euro të ardhura prej koncertit. Atëherë, pyetjes se nga erdhën këto para, thjeshtësisht erdhën nga buxheti i shtetit. Edhe kjo mendoj që duhet të trajtohet në dy drejtime. E para punës është në efektin ekonomik, edhe e dyta është në aspektin e imazhit. Pra praktikisht, flasim për anoncimin e një date të koncertit të aktorit Kanye West, i cila do mbahet në Tiranë. Edhe fillon shitja biletave, pronotimi biletave, deri në ditën që u anoncua në fakt edhe ndërhyrja nëpërmjet një fondi prej 4.2 milion eurosh, nëpërmjet një akti normativ qeverisë shqiptare për ta financuar. Kemi pas mbi 25.000 bileta shitur. Kjo është në çështjen e imazhit. Pra, 25.000 të huaj, por ama ndërta edhe shqiptar që jetojnë jashtë vendit, që vinë për të bëjnë planet e tyre, bëjnë projektet e tyre, për të vizituar Shqipërinë, edhe pastaj për shkak të situatës, absolutisht po,
për shkak të situatës së krijuar edhe nga protestat në vendin tonë, që patjetër që prish të imazhin e turizmit, edhe kjo ka qenë ndër të parat, edhe ndër pikat, edhe në diskutimet më të forta në fakt që janë marrë. Normalisht ka sjell një stepje, ka sjell një distancim dhe në qoftë se ne, në qoftë se në Shqipëri, koncerti privat i Kanye West do të anullohej, a mendoni juve se çfarë do kishte, a do mendoni juve se si do ishte situata përballë botës, po e themi ne tash, se kështu e quaj. E njëjta gjë që ndodhi në Londër, në Itali, në Poloni, në Bazel. Patjetër, e njëjta gjë, por ama për këto qytetet, Londra, Bazeli, Polonia, Roma, gjithë këto kryeqytete. Janë 8 shtete të cilat kanë anulluar vitin e fundit koncertin e Kanye West. Atëherë, kjo është një temë tjetër diskutimi, por ama e fusim edhe te kjo. Jo, nuk i gjeti gjë. Nuk është problem. Jo, ne po flasim për këto qytete, nëse nuk e bëjmë dot paralelizmin, sepse këta janë qytete me një dinamik tjetër të zhvillimeve të këtyre lloj aktiviteteve. Pra, nuk është problem për Romën, sa është problem për Tiranën, nuk është problem për Varshavën, sa është problem për Tiranën. Pra, duhet ta pranojmë se Kanye West nuk e kemi bën ne artist madh, apo se çka përfaqëson ai. Por ama duhet të them që Kanye West sot është ndër artistët më të mëdhenj që ka bota. Edhe të vihet të mbaj një koncert i tillë, i një artisti të tilla për masave. Përfshi këtu ka që kemi pas edhe Dua Lipën që e kemi edhe artistën tonë. Koncerti të tilla për masave me 60.000 veta, edhe të tillë ndërmarrje Tirana nuk ka pas ndonjëherë. Edhe është edhe një test për vendin tonë që të jetë edhe promotor i vetvetes pastaj që të kemi koncerte të tjera dhe artistë të tjerë të mëdhenj të këtyre niveleve të tilla eventeve në vendin tonë. Do kemi Zuccheron pas pak ditësh, do të keni të njëjtin investim tek Zucchero për shembull? Atëherë, po nuk besoj se është i njëjti kalibër artisti. Po patjetër që nuk është. Pavarësisht shijeve që ne mund të kemi për muzikën. Por ama di të them që edhe koncerti i sotëm është edhe një provë në fakt që duhet për t'u kaluar për t'u pa. Pra shumë e rëndësishme që të ketë një mbarvajtje të mirë të koncertit. Është shumë e rëndësishme që mos të anetemohet koncerti. Është shumë e rëndësishme që njerëzit mos shkojnë atje dhe dalin rrugë dhe thënë mos shkonin në koncert, ose siç është e njëjta narrativ që ju mos pini kafe pse s'vini te protesta, apo pse rrini ju në plazh dhe nuk vini këtu. Trembeni ide se protesta mund të vendoset drejt stadiumit? Pra, praktikisht. Për të krijuar ndoshta praktikisht të idet fashiste. Une jo vetëm i përbuz, por ama gjithsesi prej nesh do të jemi kundër këtyre. Edhe kjo sa i përket pjesës së imazhit. Pastaj për të kaluar ke pjesa tjetër, që është shumë e rëndësishme, te pjesa ekonomike. Pra praktikisht, nëse mund ta bëj vetëm një ilustrim të vogël, unë personalisht kam marr 4-5 bileta, sepse nipi im që jeton në Itali ka ardhur me shokët e vet për të pa, shokët e vet italian për të pa koncertin këtu. Normalisht mund ta ketë bler biletën në Itali me qenë se u anulua atje transferoi. Ja bleva unë nga akaunti im, ja bëra dhuratë. 3 bileta. Pra praktikisht, i bie që ai ka për të ardhur bashkë me shokët e vet. Ore, a do bëj një ditë plazha ai këtu, a do i bëj edhe 2 ditë, apo do i bëj 3 ditë. Edhe po si bari s'ka rëndësi, do fleje, do haje, do udhtoje, pra gjitha këto janë lekë që do vinë në ekonomi. Pa shku te pjesa tjetër pastaj, te ndërtimi i stadiumit, te punëtorët që janë atje. Po pra, stadiumi është provizor, por dikush e bani për ta ndërtuar. Gjithë lekë në ekonomi janë këto. Edhe gjitha kjo, sipas një modaliteti të përllogaritjes të ardhurave dhe shpenzimeve për të tilla koncerte, që janë metodologji për organizime të tilla në mbar botën, sipas kryeministrit mund të shkojë deri në 100 milion euro. Edhe pastaj të ardhurat jo vetëm nga taksimi, se normalisht do jetë më i vogël, që do rikthejnë buxhetin e shtetit, por ama të ardhurat për ekonominë shqiptare janë shumë më shumë se 4.2 milion euroshi. Që të kuptojmë diçka, 4.2 milion euroshi që merren nga buxheti i shtetit janë lekë taksash. Edhe kjo nuk diskutohet, janë lekë të qytetarëve. Edhe lekë të qytetarëve po sakrifikohen 4.2 milion euro të qytetarëve, që qytetarët të kenë një xhiro prej 100 milion eurosh, edhe pa diskutim që nuk e di të them drejtën margjin e fitimit në të tilla raste, por me patjetër që do të jetë të paktën 7, 8, 9 apo 10 fish krahasimisht me ato që ka paguajnë. Normalisht që kjo s'do preki gjitha bizneset e Shqipërisë, sepse nëse diskutojmë në proporcion shpërndarjes, është histori tjetër. Por ama impakti që ai do ketë në ekonomi është shumë më shumë. Prandaj pyetja është, cila është më mirë të marrim 100 milion euro xhiro dhe po azem ne 50 milion euro, 40 milion euro, se nuk jam i mirë në të tillë llogari biznesi. Ti marrim për ekonominë, apo nga buxheti i shtetit paguajmë 4.2 milion euro dhe duke bërë këtë
duke suportuar në këtë formë nëpërmjet aktit normativ koncertin, patjetër që do kemi ruajtje të imazhit që është shumë për mua personalisht është shumë e rëndësishme, edhe tjetra pastaj që do ketë edhe një efekt ekonomik. Pra, në këto të dyja rastet, unë nuk gjoj një formë tjetër për ta sulmu këtë si gjë. Pastaj se duam ne të themi që jo për njerëzit s'kan bukë të hanë, këto janë teorira pastaj shumë populiste të cilat përdoren rëndom nga njerëz të cilët jo vetëm nuk kanë, por besoj se nuk duan që t'i hynë me tej detajeve edhe formave se si funksionojnë tilla aktivitete. Meqense më përmendët biletat dhe që ju i keni siguruar për nipin tuaj dhe miqtet ti. Ka patur shumë diskutime në fakt në rrjet, akuza, mesazhet publikuara, ka patur presion ndaj administratës për të bler bileta apo për t'ia ndar me detyrim biletat duke i shitur në thonjza për nxënës të mirë, për nxënës për student absolut për të shkuar sot në koncert? Shive, me thënë drejtën, unë mendoj që, jo unë vetëm unë mendoj, po është bërë pak nuk është e rregullt kjo historia që administrata mush sheshet e kundër revolucionit. Administrata mush karriget për mitingjet elektorale. Administrata natën maskohen si patronazhist e ditën dalin e punojnë administrat. Tash i del që edhe administrata po mbush koncertin e Kanye West. M'fal, po kjo është shumë banale. Themi të drejtën. Nëse duhet të flasim dhe gjithë ne duhet të flasim për administratën, patjetër që për administratën do të trajtojmë diçka, duhet ta trajtojmë ndryshe. Edhe duhet të flasim për mungesat dhe nevojat që ka administrata, qoftë për mund ta themi ne për ambientet e punës, apo duhet të flasim për trajnime, për kualifikime, profesionalizëm. Gjitha këto janë tema që mund të diskutojmë mbi administratën, duhet të flasim për administratën, po jo për pjesën që është banalizuar shumë kjo historia. Pra administrata bën gjithçka. Nesër t'ja bëj dasëm, unë e thoj ka mush dasmin me administratë. E kanë banalizuar deri në ekstrem. Po për nxënësit që janë shpërndar bileta falas? Shive, për pjesën... Se dikush i ka bler 180, 200, 300 euro dhe më pas nga ana tjetër jepen falas. Shive, për këtë pjesë nuk e di të ketë ndodhur, jemi sinqert. S'ke pas asnjë mesazh, nuk të kanë... Unë s'jam nxënës, kam vite që s'jam nxënës më. Jo, nuk ka pasur asnjë mesazh nga... Jo, nuk... Nga fqin të tut, nga miq të tut, nga rrethu yt shoqëror. Seriozisht dhe sinqerisht jo. Ti nuk e shpërndar bileta. Jo, sa ko i ke bler për një unë kam bler bileta. Edhe ideja është që në qoftë se kjo mund të jetë bërë në formën e promovimit, edhe unë kur kam qenë nxënës në 8 vjeçare apo në gjimnaz, ne kemi pas forma ta zëm ne udhëtime e tjerë që bashin për nxënësit e mirë. Nuk besoj se ky është rasti. Sepse normalisht ti nuk mundesh me dhuru që hajde të bëjmë bileta falas për me imponu koncertin e njërit që i pëlqen apo koncertin e njërit që si pëlqen. Kjo është çështje që ky është muzikant funditës. Është çështje preferenciale kjo historia. Pra praktikisht po ti ishte i këngëtar tjetër, unë jam i prirur të shkoj te Zugero the që do ishte? Po. Më i prirur jam që shkoj. Më i prirur jam që shkoj te Zugero se të shkoj ke Kanye West. Është çështje shihesh kjo historia. Dakor. Por nuk besoj që është shumë abuzuese kjo historia e administratës. Gjithçka po e bën administrata. Mirë, se ishte shumë interesante edhe fakti për shkakun pse po ti the pak më parë që është çështje shumë e gjerë për diskutuar sepse për shembull Britania ja ka mohuar të drejtën për të patur koncerte atje, se ka një farë moshe që duhet të respektojë, nuk sjell asnjë të mirë për publikun e tjerë. Më lejo që të ndalem pak edhe tek të tjera çështje, nëse do të më ndihmoj edhe regjia për të futur pak në një nga kompjuterat tanë në faqen zyrtare Eagle Stadium për të parë pak edhe review se edhe stadiumi me një shikim që po i bëja vetëm pak më parë kishte vetëm pa mbërritur ende tek 2 yje. Ishte vetëm me një yll dhe të gjitha reviewt në shumicë ishin negative. Flasim pak, zoti Paca, me qenë se jeni dhe deputeti Komisionit të Ligjeve, si ishte për ju konferenca e drejtorit e drejtuesi policisë së shtetit, për këtë rrjet të gjerë, aplikacionesh edhe faqesh në internet të lidhura kryesisht me industrinë e shërbimeve, që u mundsojnë klientëve të restoranteve, të bareve apo bizneseve të ndryshme që të lënë shënime, komente apo thjesht të vlerësojnë me yje bizneset në varësi të shërbimit që marrin.
ku cënohet e drejta dhe po shohim ndërkohë edhe faqen 1.6. Nuk kemi ende tek 2 yje dhe komentet janë nga më të ndryshme. Tani flasim, mora shembullin e koncertit të sotëm, se ka biznese nga më të ndryshme që ne mund të marrim. Janë 227 review deri tani, 1.6 yje, as 2 yje nuk kanë shkuar ende. Dhe rrezikojmë të konsiderojmë dhe vend i pasigurt. Atëherë, Deniza, e para është çfarë është review-ja? Në vetvete, çfarë është review-ja? Review-ja është një notë që ti i vën një biznesi apo një gjëje që të lënë mbresat e tuaja pasi ti e ke frekuentuar. Për mirë apo për keq? Për mirë apo për keq. Në rastin e kësaj, sot jemi, sa kishte Eagle Stadium? 227. 227, jo të yjet e kisha problem. 1.6. 1.6 yje. Pra, as 2 jo. Eagle Stadium ka 1.6 yje në kushtet që askush s'ka shku aty për të pa një koncert. Pa u zhvillu koncerti, Kanye West nuk ka shku në skenë, nuk ka këndu. Pra, aty nuk është bë asnjë aktivitet. Aktiviteti parë që bëhet sonte, edhe 230 veta japin opinionet e tyre, negative në këtë rast, sepse të ishin pozitive do ishte me 5 yje që gabim do ishin prapë se prapë. Japin opinionet e tyre për një koncert që s'ka ndodhur. Pra, praktikisht po flasim për 230 komente abuzive, të cilat si pozitive, si negative, në fakt abuzive do ishin. Pra, po flasim për një gjë komplet, një falsitet, e cila nuk ka lindur për faktin për Eagle Stadiumin. Kjo është një histori që u bën ditë që po ndodh këtu. Pra, praktikisht u janë sul bizneseve, praktikisht u janë sul gjithë. Kush i është sulur? Se thoni i janë sulur. Kush? Po aty bëhen thirrje, janë protesta. Ata që pak sa kanë ngel protesta, sepse protesta e para punës është minimizu në njerëz, pra ne kemi pa tash ditë pas dite se sa njerëz bëhen mbledhen në protest, por ama kjo nuk ka bërë që të minimizohen sulmet edhe rrjeti i organizuar, edhe i financuar për tanet e mu, qoftë qeverin, qoftë shtetin, qoftë biznesin, qoftë turizmin. Pra praktikisht ajo vazhdon. Financuar nga kush? Zoj Pacaj, se thoni të financuar. Pra Kosova, Rusia? Shive, atëherë. Se nuk patëm një sqarim nga që doli çështja e Kanye West, ngeli pas sqaruar deklarata e zotit Gonxha që kemi prova që rusët janë pas protestave. Jo, unë nuk e di këtë. Mund të thënë zotin Gonxha nuk e di këtë histori. Por unë di të them që një rrjet i tillë, patjetër që është i financuar se nuk mundet me qenë ndryshe. Unë ndoshta sot në momentin që po folim me ty nuk mundem për me thonë se okay, është ky që po e bën këtë historinë. Por ama patjetër që e di që janë çarqe të caktuara, të cilat ju intereson, siç ka çarqet e tjera që ju intereson qoftë destabilizimi i vendit për shkaqe gjeopolitike etj, ka edhe vende edhe organizmat e tjerë që për arsye ekonomike që turizmi shqiptar mos shkoje, mos hece, patjetër shkëgur në rrota. Edhe kjo nuk është biseda e parë që bëhet për këtë çështje. Ka 40 ditë që diskutohet për studio kjo, por nuk është kjo ajo që desha për të diskutuar. Po shkelje e lirive dhe të drejtave të njeriut, unë kam të drejtën time të komentoj çfarë të dua. Po policia e shtetit nuk ka çështje më të rëndësishme për të hetuar se sa review negative për bizneset caktuara, sepse zoti Pacaj, 6 muaj e parë të vitit janë regjistruar 20 ngjarje kriminale, 23 viktima, kryesisht krim brenda familjes. Më lejo vetëm ta përfundoj. Vetëm në javën e shkuar në Pogradec, burri rreh gruan e bën për spital. Të njëjtën në Shkodër, burri vrau grua me çifte. Po të njëjtën në Laç u vra Ilir Gjoni. Me thënë, nuk kemi ngjarje kriminale. Ngjarje më të rëndësishme, tema më të rëndësishme, objekte më të rëndësishme për të hetuar nga policia se sa review në Google? Pse nuk po e bën policia, ti ke informacion që policia s'po zhvillon hetime për raste. Vrasës i Eglant Koçit është ende në kërkim për 1 muaj. A nuk po ndodhin hetime për ngjarjet? Unë e di se po ndodhin hetime për ngjarjet. Është një rrjedhë normale procedurale e policisë shtetit, e prokurorisë rrethit, apo prokurorisë speciale kur ka raste të caktuara, të cilat po ndjekin këtë raste. Po mirë, ja kapen ato që bëjnë review negative. Çfarë do ndodh me to? Nuk është largu për asnjë moment vëmendja nga çështjet kryesore. Çfarë ndodh me ato që bëjnë review negative? Ligjërisht ne nuk kemi në kodin penal një diçka që e ndalon apo i ngrej akuzë penale qytetarit në fjalë. Pavarësisht se është gabim. Okej, pavarësisht se është gabim. Do të kërkohet ndërhyrje? Pastaj, në qoftë se Ministria e Brendshme
Drejtoria Policisë Shtetit do kërkojë rregullime ligjore për rastin, patjetër që pastaj do diskutohen. Por ama duhet dimë edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Ne jemi në një proces të përmbylljes së kapitullit me Bashkimin Evropian. Edhe në kapitull kryesor është edhe e drejta e fjalës edhe e shprehjes mendimit. Edhe patjetër që çfarë do lloj mase që do të marrë qeveria shqiptare. Kjo patjetër që do të shkojë edhe unison me ligjet e Bashkimit Evropian. Pra ne nuk jemi në kushtet dhe mundësitë që të bëjmë një ligj ashtu siç kanë qef ta paragjykojnë të tjerë këtë fakt. Qëndrimet e drejtorit të Policisë Shtetit pastaj për rastin duhet diskutojmë, duhet ta flasim edhe duhet të themi edhe fiksësi është. Pra, Policia e Shtetit nëpërmjet deklaratave e bën edhe për të shpërndar frymën e rregullit dhe të ligjit. Një lloj paralajmërimi. Pavarësisht pastaj se për ndryshimet ligjore është institucioni tjetër që e merr. Pra propozimet nga qeveria, është parlamenti që i miraton, por pastaj kjo është një histori, është një fazë tjetër. Pra ajo që mendoj unë është vetëm amulli, asgjë tjetër, është vetëm tymnaj e cila tentohet që të bëj se nesër mund dalin dhe të thonë që shive do dënohen ata që bëjnë review negative, do dënohen me 10 vjet burg apo 5 vjet burg. Këto janë historinë e diskutimeve që nuk jam vënë për t'i bërë, por ma tepër në studio televizive, por ma tepër në studion e juaj. Por ama, desha të them se kam shumë merak edhe mos të hiqi nga kjo, që kjo historia e këtyre reviewjeve që bëhen në dëm të bizneseve, në dëm të eventeve apo aktiviteteve, janë pikërisht ajo që thash që më përpara, që tentova që të them që më përpara, sepse këtu po bëhet një sulm i organizuar kundër çdo aktiviteti edhe çdo hapi të rëndësishëm që Shqipëria, vendi jon, po hell drejt parametrave europiane apo ndërkombëtare apo të çmsit. Dhe këtu që thoni ju qëndrojnë protestuesi, zoti Pacaj, 41 ditë sot. Çfarë do bëni? Do t'i dëgjoni ata që dalin çdo ditë në protest para zyrës së kryeministrit Rama apo do t'i injoroni? Do flisni me ta ashtu siç ata do të vendosin pa i përzgjedhur ju, se nuk mund të përzgjidhni ju kush dialogon me Ramën, kush negocion me Ramën, kush flet me Ramën. Ata kanë bërë përpjekje për të ngritur edhe një grup që do të ngre më pas kuvendin kombëtar qytetar, që do të hartoj edhe strategjim për të qeverisur vendin, qeverinë teknike, por gjithçka do të nisë me dorëshën e zotit Rama. Po e para, do dialogoni me ta apo do t'i injoroni? Atëherë, unë mendoj se qëndrimi i pari në ditën 1 që kryeministri i vendit ka mbajt, ka qenë pikërisht hajde ulë na flasim. Ata thanë që jo nuk do të flasim, por ju do të jepni dorëheqje. Pra praktikisht, se ky është diskutimi i 40 ditëve studio në studio. Ideja është kjo. Atëherë, përpara se unë të merrem vesh me ty, do të marr vesh me veten. Pra ata herë do të merren vesh me njëri tjetrin. Me këtë do negociojmë ne. Me këtë do negocioj kryeministri. Do negocioj me ata që duan të ndërtojnë në zonën e mbrojtur në Thes, apo me ata që nuk duan të ndërtojnë në zonën e mbrojtur në Zvernec. Duhet dialogojnë me ata që dojnë ligje më liberale kundrejt LGBT-s e tjerë, apo me konservatorët që dojnë më shumë për me mbrojt familjen. Me këtë duhet dialogojnë. Pra, ata nuk kanë dalë me një tuf kërkesash. Jo, ata kanë një jep dorëheqjen, ti hik ti hajde unë. Se shive, problemi real i asaj proteste, nëse po kthejnë atë protesta tash, edhe po rrim pak, problemi real i asaj proteste nuk është problemi i çështjeve që ato kanë ngrit. Problemi është politik. Protesta është politike. Sot që ne flasim është politike. U bën ditë që protesta është politike. Tash nuk është faji i qeverisë, as i Edi Ramës, as si kryeministër, as si kryetari i Partisë Socialiste, se ata njerëzit aty nuk frymëzojnë. Tash ti ik ti që të vije Sali Berisha, nuk frymëzon Sali Berisha. Ik ti që të vije nuk kanë të presë moment këto, se shprehja është Rama mburg Berisha mburg. Kush janë njerëzit aty që po frymëzojnë xhan? Kush janë njerëzit aty që po e mbajnë xhan? Pra, praktikisht, janë njerëzit që janë komunistët që s'din se kanë jetuar ditë dhe se dinë se ç'është komunizmi, janë ato fashistët pastaj që dua kanë mushmën në operatorëve të vet se është mishërimi i gjallë i Berlusconit pas vdekjes, apo janë këto të tjerë që bëjnë politikë me tezën e me hallën. Pra praktikisht nuk frymëzojnë njerëzit, nuk i frymëzojnë. Nuk është problemi i Edi Ramës ata nuk frymëzojnë njerëzit, është problemi atyre që ti frymëzojnë njerëzit. Protesta është politike. Edhe për sa kohë protesta është politike, do të ketë një zgjidhje politike. Ishte ajo komiteti si e kisha ai që bën komiteti qytetar popullor
protesta ngriti një nukull. Menduan që ngriti një nukull, pastaj jo se kemi ngrit, jo se kemi ngrit. Po pra, Kuvendi Kombëtar Qytetar. Kuvendi Kombëtar Qytetar, se ka si partia. Për një javë. Kuvendi Kombëtar, po se është si Partia Popullore e Kinës, në njëjtin emër ka. Pra, praktikisht ata nuk e kanë të kërcua akoma që do e kenë atë. Unë e kam menduar që prej fillimit kam mbajtur qëndrimin tim pra praktikisht, në qoftë se protesta tash e ka marrë politike, vëmendjen edhe është politike, të bëhet parti politike dhe të vazhdojë. Do ndryshoj, ka kërkesë për ndryshimin e kodit zgjedhor. Ora atë të mbledhi firma, por atë të luftoj. Ne duhet vrapojmë më shpejt, shumë më shpejt, thotë Rama përballë atyre që i konsideron receta çuditbërëse. Çfarë do thotë kjo? Shive, normalisht besoj se ka ardhur një ndryshim nuk mund të them ndryshim i kursit, sepse edhe me prezantimin e dieshëm që kryeministri bëri për Rilindja 2.0, që ishte një përditësim i rilindjes urbane 1.0-s, aty nuk besoj se ka një ndryshim të kursit politik, apo nuk është se ka një ndryshim të prioriteteve. Pra, qytetarët nuk kërkojnë vetëm investime fizike sot, po flasim për cilësitë e shërbimit, do flasim për mënyrën se funksionon. Pra, duhet shikojmë edhe të shohim tek mungesat që janë. Pra, është shumë e rëndësishme, është thelbësore dhe ka ardhur fiks besoj në momentin e duhur një formë e të funksionimit. Pra, që ne duhet të shikojmë, siç e tha edhe kryeministri në fakt, ne duhet të shikojmë tek fusha me lule, duhet të shikojmë ferrat edhe të largojmë ferrat. Pra, nuk është koha me pa lulet. Duhet të largohemi herë për gjithmonë nga jo narrativa e asaj që ishte. Pra, si e lanë Shqipërinë, çfarë bë Shqipëria. Tash duhet të ndryshoj. Kjo nuk është histori më, nuk është problemi të kaluar s'ma, ajo që është sot. Problemi është në mandatin e 4 nuk mund ta thonë më këtë. Po në tretën e kemi thënë tash. Okej, se të jemi fair. Edhe pastaj, gjithë pjesa tjetër është 100 metrë shifunit që na ka ngel për standardet, për të kapur standardet e Bashkimit Evropian. Po, nëse do diskutojmë për Shqipërinë 2.0 pastaj mund të kemi detaje. Jo, do t'ju pyesja, meqense se ju jeni deputetët dhe ligjvënës i qarkut të Lezhës, ka patur një shqetësim të ngritur në fakt nga kryebashkiaku Pierre Indreu, nisur thotë ai nga sulmet e qëllimshme ndaj turizmit në zonat bregdetare të Lezhës, si dhe përhapja informacioneve të pavërtetë me pasërtin, me çmimet edhe me mungesën e hapësirave publike, vëm në dispozicion numrat e stafit të Bashkisë së Lezhës, duke nisur nga numri i kryetarit. Kështu funksionon institucione, zoti Pacaj, edhe në Lezhë, se duket sikur flasim vetëm për Tiranën ndonjëherë, për turistët në kulm të sezonit turistik, merrni kryetarin se ju zgjidhet edhe çështja e çmimit të shezllonit, edhe pa pastërtia. Shive, është për të përmend dhe shumë e rëndësishme për të përmend fakti se e para punës unë kam punu vetë 5 vjet me Pierre Indreu, kryetarin e Bashkisë Lezhës, kam qenë zëvendës kryetar bashkisë. Edhe i kam njeh gjitha dinamikat dhe i di gjitha dinamikat atje. Kështu funksiononte atëherë merrej kryetari dhe nën kryetari? Atëherë, në fillim të sezonit turistik, çdo fillim të sezonit turistik, kryetari i Bashkisë, që mund të jetë ndërvetmit kryetar bashkie që aplikon çdo vit këtë historinë, bashkë me biznesin ulen edhe përpilojnë një strategji të mirë fill se si duhet funksionojë biznesi. Pra, bëjnë një mbledhje analitike të gjitha problematikave, edhe gjithë secili merr zotimet e veta. Bashkia merr zotimet e veta, biznesi merr zotimet e veta. Edhe për shkak të përmbushjes së këtyre zotimeve, kemi atë turizmin që kemi sot në Lezhë. Pastaj ç'a ndodh? Përgjatë rrugës, dikush aty nuk i plotson fiks ato kriteret. Pra, është vendos përpara se të bëj me akt të vendimit të Këshillit Bashkisë. Është vendosur edhe me njëri tjetrin mes bashkisë si palë edhe bizneseve si palë. Do kemi një standard të unifikuar në bazë të shazlloneve për çmimin e shazllonit. Tash në momentin që ne kemi vendosur, ti nuk mundesh për me shkuar me bë 3 fisha të çmimin që kemi vendosur, sepse kjo nuk është fair, jo vetëm përballë turistit, kjo nuk është fair, jo vetëm përballë bashkisë, por nuk është fair as përballë komshistat që e ke aty. Ky është momenti kur merret kryetari në telefon? Jo, momentet që kur ka abuzime, është shumë mirë që kryetari i bashkisë nxjerr edhe numrin po patjetër, po gjithë secili që duhet të jetë ndjeni. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse normalisht ne nuk po flasim për Shqipërinë perfekte. Ne po flasim as për administratën perfekte nuk po flasim, ama duhet të flasim për Shqipërinë që punon edhe për administratën që punon. Edhe një Shqipëri që punon, edhe një administratë që punon, kështu funksionon. Okej. Zoti Pacaj, ju jeni antar edhe i Komisionit Reformës Territoriale dhe Zgjedhore, por kaq është hapësira për sot, meqense ka patur mjaftueshëm diskutime përgjatë kësaj jave dhe ftesa vlen edhe për një moment të dytë. Shumë faleminderit për ftesën. Vetë do të jeni sot në koncert, meqense thatë që për nipin i keni siguruar biletat për vete? Nëse gjej bilet patjetër. Duhet të ketë bileta të momentit fundit, shpresojmë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit juve.